Na jena diaspor, na jena folk shit show. Na jena diaspor, na jena folk shit show. Folk. Na jena folk shit show. 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 Folk shit show. Salve për pick up. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Fol Shqip. Mirëmbrëma, guten Abend, mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma shqiptarëve diasporës, mirë që gjejmë edhe sonde, si çdo javë tjetër, bashkë me Marash Pulaj, bashkë me Loçkin tim këtu sonde do ta kemi një emision shumë të mirë, një intervistë interesante, një mysafir për herë të parë ekskluziv në Fol Shqip Show interesante, e cila vjen për të treguar jetën e saj, domethënë ose jetën e saj, po ta themi më qartë, atë dheun e dytë të saj, shtëpinë e dytë të saj. Domethënë, sonde të flasim për një lidhje edhe ndërkulturore, por edhe emocionale, edhe dashurie, edhe familje, edhe të gjitha këto me radhë, të një zonjë zvicrane e cila u dashurua me vendlinjen ton, që u bë e dytë edhe për atë, dhe sot jeton mes Zvicrës dhe Shqipërisë, mirë po një dashuri shumë të madhe për Kosovën, për Shqipërinë, gjithashtu dhe për Zvicrën, sepse është zvicrane, me rrënjë spanjolle, diçka e tillë. Domethënë, një mix, sonë do të marrim vesh se çfarë qysh tek konkretisht dhe ku i pëlqen më shumë jetu, në Zvicër apo në Shqipëri, apo në Kosovë, apo në Spanjë. I kalon, kam një gjuhë që i kalon pushimet, nuk shkon më në Spanjë. Edhe pushimet. A din me fol gjuhën shqipe? Din me fol, po, ka fillu me fol. Din edhe me fol gjuhën shqipe. Mirë po, a e lejmë pastaj të flasim për personazhin? Më vonë. E kemi edhe një reportazh interesant. Po, kemi një reportazh ekskluzive, shumë e mirë, shumë interesante, duke falendëruar Filen Tank Bundespresidentin Keller Sutter, kemi qenë bashkë me grupin e gazetarëve të ftuar për drek në presidentin e Zvicrës në Bern, ku pata kënaqësinë duke shijuar realisht bashkë me shoqatën e gazetarëve EPES, me presidentin dhe me kolegë si Nefailin dhe të tjerë. Kemi qenë të ftuar në drek me presidentin e Zvicrës, ku pata edhe kënaqësinë në fakt i bëj një pyetje në lidhje me vizitën e zonjës presidentes së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, se si kishte kaluar dhe a kishte në plan fakt Keller Sutter për ta vizituar Kosovën përsëri apo të shkojë një vizitë zyrtare në Kosovë. Patën edhe pyetje të tjera shumë nga kolegë tjerë gazetar, kështu që kalum jashtëzakonisht mirë, e bukur, na priti mirë, edhe e di dhe shoh një lidhje jashtëzakonisht të madhe miqësore, unë me sa shoh dhe analizoj, të paktën nuk po flas për popullin e thjeshtë, por po flas për elitën e lartë politike që mes Kosovës, mes shqiptarëve në përgjithësi dhe Zvicrës ka një lidhje shumë të fortë. Patjetër, është mik i jon, Zvicra. Absolutisht që është mik i jon, por Zvicra ka filluar dhe jo ka qenë gjithmonë. Po e shoh, ndoshta përpara se kemi vrejtur, nuk e kemi kuptuar, po sot e shikoj që ka një respekt për shqiptarët. Pra është e kundërt e asaj që ka qenë para 20-30 viteve. Sot është një diçka që e lexoj edhe domethënë në sytë e presidentes, e lexova që kishte një respekt dhe tha biles boksieri Erzen Rustemi, falenderoj, du ta themi këtë, se është mirë t'i falenderojmë miqtan, e falenderoj për çdo ndihmë dhe suport apo mbështetje që është ndaj komunitetit shqiptar. Dhe ajo u përgjigj që unë e lexoj mirënjohje në shqiptarëve në sytë e tyre, që e kanë për neve. Pra domethënë e kuptojnë që e kanë kuptuar edhe këtë që ne i duam vërtet me shpirt, i respektojmë me shpirt dhe i falenderojmë me shpirt. Është shumë e vlerë kjo marrë. Në fillim shumë ka bërë Zvicra për ne, domethënë jemi kon shumë falënderues. Sot besoj që mas 20-30 vite edhe shqiptarët kanë kontribuar shumë për shtetin e Zvicrës edhe u kriju miqësia mes popullit tonë dhe popullit në Zvicër. Absolutisht. Kështu që të vazhdojmë apo të shkojmë 5 minuta atje?
Shkojmë një herë pas minutat atje. Okej. Shijojeni pak pjesë filmike të xhiruara nga kameramani jon, i cili ka xhiruar këtë pjesë të vizitës tonë në drejt me presidentin e Zvicrës, Karin Keller-Sutter. Wie war das Treffen mit Frau Jos Osmani letztes Mal in der Schweiz und haben Sie einen Plan zum Gehen einmal in Kosovo oder was ist deine Opinion für allgemein Albanien in der Schweiz? The meeting was very successful. I mean, there was a big participation also of the population of Kosovo, the community, the Kosovo community in Switzerland. And of course she invited me, but it will not be possible as president anymore to go to Kosovo because there are just 2 months left, so it's not possible. But maybe just as a federal councillor, well, by the way, I have already been to Kosovo. It wouldn't be the first time. Madame la Présidente, quelles sont les relations de la Suisse avec le Kosovo? Vous savez, vous avez une grande diaspora. Et deuxième question, tout court, ça fait 12 ans qu'on parle à Bruxelles pour le dialogue entre Kosovo et Serbie. Est-ce que vous avez un message adressé à Pristina et Belgrade? Merci. Alors, on a une relation très étroite avec le Kosovo. Il y avait une visite d'État. Il y avait la présidente Osmani qui était ici. On a aussi parlé, bien sûr, des relations entre le Kosovo et puis la Serbie. Et vous savez que la Suisse soutient tous les efforts de stabilisation et de stabilité politique aussi dans la région des Balkans. Parce que nous considérons que la sécurité sur les Balkans, c'est aussi la sécurité pour la Suisse. Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein, la PES, créée en 1928, qui représente les journalistes correspondants des médias étrangers basés hors de Suisse et de Liechtenstein. Dans cette salle aujourd'hui, ils sont 33, représentant 26 médias de 17 pays. Ce déjeuner présidentiel est une tradition annuelle quasi continue de l'APES depuis 1948, c'est-à-dire depuis 77 ans. Malheureusement, et nous devons le dire avec une certaine émotion, nous craignons aujourd'hui que ce soit le dernier dîner que nous organisons. Depuis que nous avons appris très récemment que notre carte de presse d'accréditation au département fédéral des affaires étrangères serait supprimée par le département à la fin de cette année, sans que nous ayons été consultés, et alors qu'il est obligé par un règlement sur l'accréditation des médias, acquis de haute lutte, qui nous garantit la qualité d'agir avec ce même département sur tout le territoire suisse. C'est une grave atteinte à la protection de la presse étrangère en Suisse, et comme l'ont reconnu plusieurs associations de journalistes professionnels de notre pays. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aujourd'hui, j'ai entendu, une ouverture et nous en félicitons. Et nous allons travailler dans ce sens. Avec ce déjeuner présidentiel, l'idée est que nos journalistes professionnels, souvent postes pour quelques années seulement en Suisse, puissent y rencontrer la présidente ou le président de la Confédération en fonction, des porte-parole des ministères, mais aussi des invités suisses prestigieux qui ont fait la renommée et l'actualité de la Suisse ces derniers mois. Sans parler de celles et ceux des diasporas en titre. Et malgré les turbulences du monde et de la politique internationale qui ne vous ont pas ménagé en cette année présidentielle. Et nous vous rendons hommage pour la ténacité avec laquelle vous avez conduit le bateau suisse contre vents et marées. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'APES, Mesdames, Messieurs, Excellences, chers invités. Je vous remercie de votre invitation et de cette occasion d'échanger. La Suisse est heureuse d'accueillir tant de voix venues d'ailleurs pour contribuer à expliquer notre pays au monde.
et parfois à nous le montrer sous un jour nouveau grâce à votre regard extérieur. Nous vivons à une époque où l'information circule à la vitesse de la lumière, mais où la compréhension, elle, demande toujours du temps, de l'écoute et de la nuance. Et c'est précisément là que vous, les journalistes, jouez un rôle essentiel. En tant que boxeuse amatrice, vous l'avez mentionné, je suis particulièrement heureuse d'avoir un champion de la discipline parmi nous, Ersen Roustemi, qui pourra, lui un poids lourd, qui pourra peut-être me donner quelques conseils d'initié. Il pourrait bien m'être utile pour les prochains débats au Parlement. Alors, je lève mon verre, ou j'essaye en tout cas, à la curiosité qui fait avancer les esprits à la liberté. La Suisse est heureuse d'accueillir tant de voix venues d'ailleurs pour contribuer à expliquer notre pays au monde et parfois à nous le montrer sous un jour nouveau grâce à votre regard extérieur. Nous vivons à une époque où l'information circule à la vitesse de la lumière, mais où la compréhension, elle, demande toujours du temps, de l'écoute et de la nuance. Et c'est précisément là que vous, les journalistes, jouez un rôle essentiel. En tant que boxeuse amatrice, vous l'avez mentionné, je suis particulièrement heureuse d'avoir un champion de la discipline parmi nous, Ersen Roustemi, qui pourra, lui un poids lourd, qui pourra peut-être me donner quelques conseils d'initié. Il pourrait bien m'être utile pour les prochains débats au Parlement. Alors, je lève mon verre, ou j'essaye en tout cas, à la curiosité qui fait avancer les esprits, à la liberté qui fait respirer nos sociétés, à la clarté des esprits et à l'audace des bâtisseurs. Que nos échanges soient aussi percutants que les uppercuts de notre champion, mais toujours dans l'esprit du fair play et de l'amitié. Merci beaucoup et santé. Shumë faleminderit Zvicër. Vazhdojmë barash me sponsorët. Vazhdojmë me falenderime. Faleminderit shumë. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Luxusvillen im Grünen. Der Anesi-Komplex in Makresch bei Artana Novobird bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. Shumë faleminderit Kompleks Anesi. Zoti Valon, faleminderit për kontributin që i ke bërë këtij fshatit i mirë dhe i ke sjell një pamje fantastike, një fshat gjigant. Kështu që ju ftoj gjithë shqiptarëve të diasporës, në qoftë se kanë dëshirë për të qenë pjesë e këtij fshatit bukur në Makresh, mundeni të bëheni pjesë me këtë numër telefoni që ja u nxjerr në ekran. Ja ku e keni, kontaktoni, bleni shtëpinë tuaj 270 metër katror me pishinë, me 700-800 metër tokë dhe realisht ja vlen në këtë fshat për të blerë shtëpi. Vielen
Vielen Dank, Dentfix. Ihr Traumlächeln in besten Händen. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Fame Haliti. Von Vorsorge bis ästhetischer Zahnmedizin, Dentfix sorgt für ein gesundes, strahlendes Lächeln. Vielen Dank. Shumë faleminderit shtëpia madhe Dentfixit për çdo punë të mirë që e bën ndaj klientëve tu në gjithë Evropën, botën që vinë janë pjesë e stomatologjisë Dentfix. Shtëpia më e madhe e rregullimit buzëqeshjes është vetëm Dentfix në Prishtinë. Faleminderit shumë doktor Fame Haliti. Vielen Dank, Care Hair Fix. Mit modernsten Methoden bietet Care Hair Fix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Care Hair Fix. Care Hair Fix. Hey, është shumë interesant, të bë bujë gjithanej. Po bën bujë Care Hair Fix, mbjellja flokut, pa dhimbje, pa efekte anësore, me rezultatet më të shkëlqyera që ekzistojnë, me teknologjinë më të shkëlqyer, më të inovative, me mjekët më të mirë dhe të specializuar, I mbjellni flokët tuaja në Care Hair. Mjafton nëse futeni në Instagramin Care Hair Fix dhe I shikoni punën e tyre. Dentfix, Care Hair Fix, shtëpia madhe Fix, për flok Fix, për dhëm Fix në Dentfix. Pristina Ticket, vielen Dank. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Shumë faleminderit Pristina Ticket që më fol Shqip Show dhe na jep mundësinë për të udhëtuar në gjithë Evropën me Pristina Ticket, sidomos në Zvicër, prej Bazelit, Gjeneve dhe Cyriu, çdo ditë të javës ana sjelltas me Prishtinën, por edhe në gjithë Evropën. Mundeni më fut në Pristina Ticket dhe I shikoni gjitha destinacionet ku udhëton Pristina Ticket. Faleminderit shumë. Mësojmë pak shqip. Patjetër. Para se të ftojmë Po. Sefirin. Atëherë, vazhdojmë mësuesi apo jam unë mësuesi? Hajt, jeti një herë mësues, unë jam nxënës. Unë jam mësuesi. Kanë ardhur nxënësit gjithë? Këtu mësues. Pas ka ardhur Marashi, domethënë. Bukur. Atëherë, vazhdojmë orën e mësimit, mëso shqip, në fol shqip, fjalët e huaja të cilat mund t'i zëvendësojmë me ato shqip. Fjalët e huaja që përdoren në radio televizione janë këto. 1. Discover. Discover është anglisht e cila zëvendësohet me fjalën shqip zbuloj. Boring. Boring ishte boring, e ke parasysh sa shprej e shpesht është tek ne. Do më thonë, zëvendësohet, nuk është shqip boring, bjen me I mërzitshëm, e mërzitshme, I mërzitshëm, boring. Impresion pra nuk është gjuhë shqipe, nuk është fjalor shqip, nuk është shprehje shqipe, impresion bie poshtë, është fjalë huaje. Në gjuhën shqipe, I dashur Marash, e zëvendësojmë me përshtypje. Përshtypje. Intimidohet. Po. I dashur nxënës. Intimidohet, bie poshtë, nuk është shqip. Duhet mos avëncu me fjalën friksohet ose pra, kërcënohet. Intimidohet, po friksohet ose kërcënohet. Pra intimidim e ka intimiduar, e ka friksuar, ka kërcënuar. Pra këto dyja janë që intimidohet bie poshtë. Ka startuar, realisht edhe unë vetë personalisht e përdor këtë. Ka startuar, kemi startuar, po startojmë, e përdor shpesh, por nuk është shqip. Ka filluar apo ka nisur, zëvendësohet me shqip. Pra startuar bie poshtë, ka nisur apo ka filluar është shqip. Fjala e huaj limit. Ka një limit, kemi një limit, I dashur nxënës Marashi, bie poshtë, pra limit nuk është shqip. Është I huaj, e huaj si shprehje, pra limit në gjuhën shqipe është kufi. Indikator. Pra, ka shumë indikator në për debate televizive, pra nuk thënë ka shumë tërgus, pra, a e kupton I dashur nxënës sa kesh edhe sa dëm I bëjmë gjuhë shqipe. Se përdoren atë shumë fjalë të huaj. Tu I pas, duket, jo, po ka fillu më duket njerëzve pak vetja më I lexuar, më I zgjuar, më I emancipuar kur flet gjuhë huaja. Pra, është sikur është më I zhvilluar se sa pjesa tjetër. E ke parasysh? Kjo është shumë keq, realisht ti dukesh sigur, po nuk është e vërtetë ajo. Është e vërtetë është nëse mundesh me I zbërthy dhe me I thonë fjalët në gjuhën e nënës dhe në gjuhën shqipe, pa I marrë tuazuara nëpër gjuhë tjera. Pra realisht respekt për gjitha gjuhët e botës, sepse secila ka kuptimin e vet dhe vlerën e vet. Mirë po, gjuha shqipe tek ne është numër 1.
Indikator është tregues pra. Po. I dashur nxënës. Anglisht? Research. Po. Research është e ke pra me kërku Po. në për Google apo në për rrjetet sociale është kërkim, pra me kërku research. Konsistenci i dashur nxënës është shprehje huaj, konsistencë është shprehje e huaj, e cila zëvendësohet me atë shqip qëndrueshmëri. Pra, a je konsistent ti? Unë jam i qëndrueshëm. Bravo, ti je qëndrueshëm. Bravo, ti nuk do të ngel për vjesht, ty do të kalojnë direkt. Ty do të jap dyftesën direkt. Shtash me ta dhënë notën. Konsistencë. Fair. Këtë fjalë e përdori unë. Është shprehje huaj, më është kjo fair. Po. Në Kosovë përdoret shumë realisht. Fair, nuk është fair. Fair në Kosovë vije fair, nuk je fair, pse si je fair, pse s'po tregosh fair. Pra, nuk është shqip. Pak përdoret? Nuk është, ja fair s'përdoret në shqip fare, jo. Fair nuk përdoret, vetëm nëse e ka marrë në një kështu në Kosovë tash është bë trend, gegrishtja është bë trend edhe e merret pak a shumë. Fair është e drejtë. Pra nuk je i drejt apo je i drejt apo e drejt apo pra fair vjen poshtë, e drejtë është shqip. Genin, ç'është kjo genin bro? Genuine. Genuine po. Anglisht përdoret genuine. Po pra genuine. Genuine. Po genuine. E vërtet origjinale. Pra genuine nuk është shqip, është anglisht. Po. Që zvendësohet me vërtet apo origjinale. Vokacion. Vokacioni dashur nxënës, po duhet ngrihesh ngrihu në tabel. Vokacion. Jo, se të kputet, se kameramonin e kena të flet atë. Mos u ço. Vokacion është z thirrje. Po. Z apo thirrje, pra zëvendësohet me këtë i dashur. Unë ty tash se di në Kosovë nota më e mirë është 5, më duket, Këtu në Zvicër 6. Në Zvicër 6, ja. Po. Me qenë si jemi në Zvicër, marrësh. Wow. Ja ku ke 6 gjigant. Shtypa aplauz aty për notën. Ja ku ke edhe kalon Marashi nga mësues Altini. Kalon, do më thonë, s'ke nevojë as me mësill pare, me më korruptu, as ke nevojë me mësill në i dhurat apo në i gjo. Kështu që ti kalon në vit dytë. Shumë jam happy. Amo, jo, si kur të konga dëngjonit. Në vit 3 kalon të konga, se vitin tjetër keni mësuse, nuk do kesh mësus. Edhe kalon vit 3, pastaj si të konga ati. Marash, kemi një mysafire, shumë interesante. Po. Një zonjë e cila është dashuruar, tash të flasim tamam siç duhet, është dashuruar me burrin e vet mas pari. Mirë po është dashuruar edhe me shtetet tona, me kulturën mas pari me shtetet tona, realisht, me kulturën shqiptare, me traditën tonë dhe quhet Tabea. Tabea e cila mbiemrin e saj të gjinis nuk e di, por do na tregoj kur të vi, mirë po mbiemrin e tanishëm e ka Kryemadhe. I din mi folë më doket në gjuhë? Tash i interesant, mos u ndalin nga radio-televizioni i theni. 9 gjuhë i flet personazhi që do kemi në studio në këtë moment. 9 gjuhë me i foldi. Tash u se di cilat gjuhë janë ato, kam i harru kujt më thonë, kam u bë krejt rroshekunda. 9 gjuhë. E para, e dyta i bën të pushimet në Spanjë, në për vendet ndryshme. Tani i bën vetëm në Shqipëri dhe në vendet tona. Pra domethënë është i diçka jashtëzakonisht. E treta ka botuar një libër, të cilin sot e kemi pikërisht për këtë arsye për ta promovuar librin e saj, i cili quhet ky libër, nëse regjia është ashtu, i cili ky libër quhet Die Zweite Heimat. Pra, Heimat, Heimat. Adheu i dytë. Po, adheu i dytë. Në gjuhën gjermane, Die Zweite Heimat heißt adheu i dytë, Jonas. Edhe adheu i dytë. Okej, Jonas, du forstås mi, Also. Edhe adheu i dytë është Kosova. Adheu i dytë është Kosova. Tashi, këtu e kam një pikpyetje unë. Kosova adheu i dytë e burri prej Shqipërisë diqysh nuk ka të mu lidhë. Burri është nga Bogradeci,
bashorti i Tabes është nga Pogardeci i Shqipërisë, e atë dheu i dytë që kanë Kosovë, në Roman, po. tash nuk e di çka të ndodhë këtu, po ndu me eftu me Eduard Orkition big up Taben,